Po, dhe unë e kam pyet pak dje. Me 3 ditë dhe... Me 3 ditë, dhe zere se në shënë këtu, kanalin 2. Ka par nga jashtë. E po shpër informacion nga jashtë, s'do ta thot. Ata janë ditë. Dëgjoj, ajo një sekond. E dyta, më fal, e dyta. Kush është personi që unë kam prerë mbes? Se mos është e kundërta. Kush? Armiri më tha dikushi. Armiri e ke pritin mbes? Po. Armiri s'është pozicionu kur afër Kur e kam prerë unë mbes Armirin? Se unë për Armirin kam thënë vetëm një frazë. Tre këngësh kështu. Po pra, ishim 3 këngësh. Po pra, kam thënë një fjalë dhe i doli. Doli më bë kundra meje, vëlla, doli përballë. Dhe unë kam thënë vetëm Armiri nuk di të luaj. Po nuk e ke. Kush e keqja këtu? Që nuk di të luaj. Është prerë mbes? Që ti nuk di të luash, vëlla. Luaj po vëlla, se nuk e ha për në kamping. Po. Nuk e ha për kamping, vëlla. Nuk kemi shku në Kavalishencë. Ne të 3 shokë. Në Kavalishencë, edhe hajmë pim. Do të luash të kjo lojë. Se Stine, që kur ka arë tu, ka lujt me mu ditën e parë. Ka lujt, se do të kuptuar se si luan ai. E kupton? Por mos fakti që merreni vesh shumë mirë. Po pra. Kurse ai ishte në një moment që nuk ishte do luash apo çfarë po bën. Dhe në momentin që ka dëgjuar këtë fjalë, më ka prerë mbes ai mua. Se kush i bie pastaj? Se mu largua me sekonda. Se mu të vinte të thoshte, ore, çfarë ti? Ore, si është kjo puna që unë nuk di të luaj? Po puna është që tu s'mbajti as kundërshtar, as aleat. Tu kishte shok, po ndërkohë frynte Stinën për të të kundërshtuar. Frynte Malin për të... Mali pastaj le, se Mali është Armiri. Pra, i vetë një person që mund të thuash për shembull, po ma kanë thënë se ma thanë atje, prandaj ky është reagim nga njerëzit që janë atje. Domethënë, kë ke prem best, kë kam prem best unë valla. Njëri dikush i tha Armiri. Edhe unë po shpjegoj me Armirin që s'kam prem njëri, me Armirin best fare. Jam kam qenë shumë i saktë drejt për drejt. Dgjoj, okay, pa ajo është lëvizja e saj si lojtari që ty të tregon shumë dhe për Gretën si një banor më shumë shtëpi. Të tipi që Greta tha atë dhe ty sot je i gatshëm ta çosh në nominim. Kështu që jam dakord, në rregull. A pra, nëse është loja e saj, faleminderit shumë, unë e çova në nominim dhe mund ta haj kështu edhe si rastisht. Se te nominimi që pa çoj unë, mund dalja, e kupton? Po. Pra, e kupton se kujdesur do të jesh në këtë lojë, ke hyrë në një lojë që mua më japin tani në këtë moment me një fjalë, frazë që mua ma vrau veshin dhe nuk është e vërtet, se s'kam prej asnjëri në bes të paktën të kjo lojë, për ndryshe është e kundërta, po ha debat pastaj edhe serojmë. Janë thira më. Gjithsesi, ajo mund ta ketë përdor dhe të bëj kundërshtar të vetes. Bukur. Nëse po shihni sa shiko çfarë koncepti ka kjo lojë. Domethënë ajo mund ta thotë këtë që të bëhet personazh, edhe në fraksion sekonde mund dalë jashtë. Vetëm për këtë fjalën, se mua sot mu dha kjo gjëja. Një ta fut me Malin, dhe një ta heqë edhe Mateon fus, se mbase Mateon mund ta kpuzi, e kupton? I fus një të fortë atje, e di ku fluturone 3 ditë. Pra, kuptoni se sa i kujdesshëm duhet të jesh ti që vjen nga jashtë, edhe çfarë si flet.